falë bashkëpunimit që shkolla Mater Greci ka me KEC-in dhe partnerin që ka Never Concept, edukatorët e shkollës tonë janë trajnuar gjatë këtij viti shkollor, ku falë bashkëpunimit kanë avancuar në metodologjitë të reja të mësimdhënies. Po ashtu dua të potencoj se edhe këtë vit, si çdo vit të tjera, është bërë regjistrimi në nxënësit parafillor dhe në klasën e parë me kohë, ku nxënësit të komunitetit Ramashali edhe egjiptian kanë pasur një interesim goxha të madh krahasim me vitet paraprake. Këtë vit në kuadër të organizatës KEC kemi mbajtur një trajnim. Trajnimi është quajtur Hapas Hapi, metodologjia Hapas Hapi, dhe ka qenë një trajnim shumë i mirë dhe shumë i qëllimshëm. Kemi aplikuar metodat që i kemi mësuar në trajnimin Hapas Hapi në klasë. Brenda këtyre 2 viteve kena pas një bashkëpunim shumë të mirë me Novi Konceptin edhe KEC-in. Bashkëpunimi ka qenë në nivel për të mirën e shkollës edhe për të mirën e fëmijëve. Fëmijët janë përfitues më të mëdhenj të këtij projektit, pasi që shkolla jonë o begatu me një kënd të lodrave që janë shumë të rëndësishme për fëmijët tonë, edhe një kënd bibliotekës shumë i begatshëm. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë për momentin, besoj që edhe në të ardhmen do të kemi bashkëpunim. KEC dhe Nevo Koncept na kanë prumën materiale të ndryshme shkollore për fëmijët, është një mini bibliotek në shkollën tonë, pastaj na kanë prumën lojra të ndryshme për fëmijët, sidomos të minoriteteve ashkali romë, egjiptase të tjerë, dhe ka pasur trajnime të mirëfillta me edukatorët të cilat janë përgjegjëse në këtë institucione, dhe bashkëpunimi ne si institucion shkollor jemi të kënaqur. Pastaj sa i përket regjistrimit të fëmijëve në shkollë, kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm me këta, pasi që na kanë ndihmuar gjatë regjistrimit. Dhe bashkëpunimi ka qenë në nivel të duhur, dera gjithnjë ka qenë e hapur për këto 2 institucione të rëndësishme dhe shpresoj që edhe në të ardhmen, se gjatë këtyre 2 viteve bashkëpunimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Jemi shumë të kënaqur si shkollë me bashkëpunimin ndër vite me KEC-in dhe Neo Konceptin. Besoj që këto aktivitete të ndërmarra nga ana juaj në bashkëpunim me shkollën tonë kanë qenë frytëdhënëse. Sidomos jemi shumë falënderuese për sjelljen e donacioneve për parafillorët, këndin e librave, po ashtu edhe lodrat e ndryshme. Njëkohësisht falënderim të veçantë për kampanjën për regjistrimin e nxënësve në parafillor dhe në klasën e parë për vitin e ri shkollor 2025-2026. I kom këtu 2 fëmijë në klasë, para shkollor edhe klasën e parë. Faleminderit për projektin, për libra, për çanta, për lapsa. Jo me gëzueshëm që po kujdesni për fëmijët e tonë. Me mendimin e projektit, ko me regjistru fëmijën parashkollor, i kemi pa lodrat në shkollë, fëmija em ka me lyt me ato lodra, çdo javë ka marrë pjesë në sesionin e me nana, takona me nana tjera, rrim bashkë, kalojna shumë mirë. Rolin në këtë projekt të REF-it e kam si mediator, ku jam përndryshe jam punëtor tereni. Ndërgjegjësimi i prindve në komunitetin tonë është pak më i ulët, por me anë të projekteve të ndryshme, edhe me këtë projekt po mundohemi që prindërit të ndërgjegjësojmë, që ata të vedisohen më shkurt dhe me kohë të vinë të regjistrojnë fëmijët e vet. Gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare kemi përfituar jashtëzakonisht shumë, duke u bazuar apo duke theksuar ato të cilat janë trajnimet e mësimdhënësve, donacionet me materiale apo të cilat janë përfitues komuniteti, fushatat vetëdijsuese që të regjistruhen fëmijët në klasën e parë, që është një prej projekteve më të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, fal
donacionit, fali edhe projekteve të cilat I kemi me Kecin dhe me Vizionin Zara 2, që kryesisht kanë bënë një fushat të jashtëzakonshme ku është rrit dukshëm numri I fëmijëve në klasën e parë nga komuniteti I Pakicë. Dhe sa I përket regjistrimit, në këtë vit është rrit numri I të regjistruarve në klasën e parë dhe në parafillor. Gjatë këtyre 2 viteve të zhvillimit të aktiviteteve të projekti, kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme, edhe fushata ndërgjegjësuese, edhe takime ndërgjegjësuese duke përfshirë prind dhe institucionet lokale, po ashtu edhe ndihma me parko shkollore, librari në 2 shkollat të Martin Camaj dhe bashkëpunimit ndërcjellët me institucione dhe komunitetin që ekziston në këto lagje ku jemi duke vepruar me implementimin e aktiviteteve të projektit. Për projektit I kanë çantat, I kanë librat, ngjyrat, ka çka po kanë nevojë. Edhe faleminderes për tyne shumë. Takimi me prind me sesionet që jemi t'i majt, mirë është, zakonisht numri I prindve nuk është I njëjtë, varet prej dita prej ditës. Këtë temat që janë preken zakonisht prej librave që na I marrim, mirë po prekim edhe temat prej jetës përditshme. Flasim zakonisht për problemet e tyre që I kanë jetën e përditshme, për fëmijë që kur kanë ndaj problem ose ndaj vështirësi në shkollë.